Në tërë Kur'anin fjala Al-Ka'batu e shkruar kështu përmendet vetëm 2 herë, në surën Al-Maide në ajetin 95 dhe 97. Te libri i Fitih Mehdiut orientalistit Korçovës, frazën e parë të ajetit 95 të surës Al-Maide e keni të përkthyer o besimtar mos u mirrni me gjuhëti derisa jeni duke kryer haxhin. Fjalën hurumun të ajeti 95 i surës Al-Maide e ka përkthyer se bëhet fjalë për haxh. Edhe në ajetin 96 të njëjtën fjalë hurumen e ka përkthyer haxh. Në fakt në këto ajete flitet për ushqim, për pije, për gjuhëtie, nuk flitet fare për cilë me rreth çobës që e quajnë tavaf. Tani një pyetje logjike për gjë. Haxhi është festivali i gjuhëtisë apo është ibadet me t'i falë gjunohet Zotit? Unë në jetën time nuk kam dëgjuar që një haxhi përgatitet me shku në gjuhëti në Mekë, pasi në Mekë nuk ka safari, nuk ka vend për kafshë si shko në disa vende të Afrikës siç është Kenia dhe Tanzania. Pra krejt në fund, mua më vjen keq që ju kanë mashtruar, ju kanë futur në hipnozën kolektive, jeni rritur me tradita pagane se me shku në haxh është farz, por nuk kam çka më bë. Tani keni rastin korrigjoheni dhe të largoheni prej xhallarëve.